Por do t'iki direkt tek aktiviteti, tek ngjarjet të cilat kanë shënjuar pak edhe situatën ndërkombëtare. Kemi deklarata të cilat lidhen pak edhe me alarme, ndoshta shefi forcave të armatosura britanike ku ka një koment se duhet përgatiteni për luftë, pra deklaratat që janë bërë, por jo vetëm. Çfarë vjen sot nga përfaqësuesit e NATO-s? Kemi patur komunikimin e MI6, po gjithashtu shërbimit sekret të Britanisë, e cila pati një koment të tillë gjithashtu përsa i përket sigurisë edhe çështjeve ndërkombëtare. Por unë dua përpara se ta diskutoj me ekspertin e sigurisë, Xhavit Shalën, dua të shkoj pak tek materiali që na ne pikërisht me këto copza. Këto copza që kanë zgjuar një lloj alarmi tek geopolitika. Shkojmë pak. To fight. Kreu I forcave të armatosura britanike ka paralajmëruar se rreziku I një sulmi nga Rusia ndaj Mbretërisë së Bashkuar është në rritje dhe se vendi duhet të jetë gati për çdo skenar. Në një deklaratë të fortë të dhënë për Sky News, shefi I forcave ajrore, Sir Richard Nixon, tha se ushtria ruse është bërë më e fuqishme dhe më e rrezikshme pas gati 4 vitesh lufte në Ukrainë. Ai theksoi se situata aktuale është më e vështira se në çdo moment tjetër të karrierës së tij. Nixon u shpreh se është dakord me paralajmërimet e Francës se edhe humbja e jetëve në një konflikt të mundshëm duhet marrë seriozisht. Sipas tij, përgjigjja nuk mund të jetë vetëm forcimi I ushtrisë, por angazhimi I gjithë shoqërisë dhe industrisë së mbrojtjes. Ai nënvizoi se bijat, veteranët dhe qytetarët do të kenë të gjithë një rol për të ndërtuar, për të shërbyer dhe nëse duhet për të luftuar. Shefi ushtarak kujtoi se shumica e britanikëve nuk kanë përvojë në shërbimin ushtarak pas dekada shfaqjeje që nga fundi I luftës së ftohtë. Ai shtoi se mbrojtja dhe qëndrueshmëria kombëtare duhet të rikthehen si dikur. Edhe pse një sulm I drejt për drejt nga Rusia vlerësohet si I pamundur, ai theksoi se rreziku nuk është zero. Nixon tha se ajo që ka rëndësi është fakti se shanset e konfliktit po rriten. Sipas tij, Rusia ka mbi 1 milion ushtar dhe shpenzon një pjesë të madhe të ekonomisë për ushtrinë. Në fund ai paralajmëroi se Moska synon të sfidojë dhe dobësojë NATO-n, ndaj edhe Mbretëria e Bashkuar duhet të zgjohet dhe të veprojë tani. Mirë, për ta diskutuar pikërisht edhe me ekspertin e sigurisë, Xhavit Shala, mirë se vjen, kënaqësi që të kam. Për diskutuar prapë bashkë për sigurinë, po në këtë rast ndërkombëtare. Si keni parë ju tashmë që figurat e rëndësishme politike në Britani, në BE, në NATO, po dalin dhe po flasin pikërisht për një situatë jo fort të qetë. Po tashmë me tona jo shumë diplomatike, janë të drejtë për drejtë. Shiko, është një situatë në përgjigje të kërcënimit direkt të Rusisë edhe të luftës që ajo po zhvillon në Ukrainë. Është një riangazhim I Europës pas periudhës së luftës së ftohtë, e cila pa të heqë dorë, të themi të vërtetën, nga çdo lloj përgatitje ushtarake, nga bile generali atje, admirali e theksoi edhe këtë çështjen e përgatitjes më shumë se sa të forcave të armatosura, të cilët e kanë detyrë funksionale të përgatiten të industrisë ushtarake të tjerë, përgatitja e popullsisë. Pra, në një farë mënyrë kthimin në një jo në një kulturë, me një kulturë të luftës së ftohtë, por që realisht duhet përgatiten për të përballuar kërcënimet. Anglia ka qenë pak e larguar nga këto kërcënime, po të kemi parasysh shoqëri tjera në kuadër të Bashkimit Evropian, si që Polonia apo sidomos Finlanda, Suedia, kanë vite që kanë këtë alert nga ndikimet ruse dhe nga presioni rus. Në të vërtetë edhe Anglia dhe gjithë Europa është në luftë me Rusinë. Lufta është lufta hibride. Pra, ajo zhvillohet në forma nga më të ndryshme, me sulme kibernetike, me akte sabotazhi, me akte Çfarë do thotë kjo kërkesa për para përgatitje? Para përgatitje do thotë që nesër në një situatë emergjente të mos ngelet gjithse kush do ta di ku është, çfarë do të bëjë dhe ku do të shkojë. Pra, do të jetë edhe këtu diskutoj edhe për të njoftuar edhe popullatën se si duhet të reagojë? Patjetër. Unë sapo përmenda rastin e Finlandës. Ata e dinë se cili në rast ra alarmi, ata e dinë se çfarë duhet bëj. Pra, çdo kryefamiljar e dinë se çfarë duhet bëj. Këto I ka pas Europa gjatë periudhës luftës së ftohtë, por në farë mënyrë duke përfituar nga ajo
kujdesi i tepruar, po e them, Amerikan për sigurinë e tyre, këta hoqën dorë pothuajse përfundimisht. Sidomos edhe Anglia, duke ndjerë veten se është pak më larg kufive me Rusinë. Unë thash që këta janë në gjendje lufte. Anglia i ka provuar edhe në territorin e vet sulmet ruse, rastin e helmimit e një funksionarit lartë të shërbimit sekrete ruse i cili kishte kërkuar strehim. Ka vite që ka ndodhur me Skripalin, ka vite që ka ndodhur. Pra Anglia e ka provuar, çdo të thotë luftë hibride. Kështu që tashmë këta janë në kuadrin edhe të përgatitjes së popullsisë të vendit tyre për t'ju përgjigjur me kohë. Të pyes, cilat janë vendet që vërtet mund të përballojnë një sulm hibrid, po më agresiv nga Rusia? Në këndvështrimin tim, Anglia nuk është se do jetë e rrezikuar nga një luftë. Anglia tash ka dhe përgjegjësinë kolektive, është fuqi bërthamore në Europë, ashtu bashkë me Francën, pra kanë edhe përgjegjësinë e tyre. Pa çka se s'është më BE. Po, pavarësisht se s'është më BE, por po ti shohësh ka një afrim shumë të madh edhe me BE-n, edhe në aspektin për përfitimin nga industria ushtarake e tjera. Këtu rrezikun më të madh në këndvështrimin tim për luftë hibride janë të rrezikuar të gjithë herë. Nuk diskutohet, çdo shtet antar i NATO-s përfshirë edhe ne. Këtu, ndërsa të rrezikuar direkt nga një sulm rus në vitet... Të aftë për ta përballuar, se ne mund t'jemi? Të aftë për përballuar, tash çdo vend antar i NATO-s, duke qenë pjesëtar i një aleance, e quajnë veten të aftë për ta përballuar, sepse ka një angazhim të gjithë aleancës. Sigurisht. Kurse më të rrezikuara këtu janë vendet balltike, në këndvështrimin tim, janë vendet balltike të cilat kanë qenë pjesë e ish Bashkimit Sovjetik. Plus asaj, këto kanë edhe pikën e tyre të dobët që disa nga këto kanë edhe një përqindje të lartë popullsie. Është i njëjti, Rusia mund të përdori në njëjtën mënyrë veprime apo modus operandi siç përdori në Ukrainë. Pra në ato zona që ajo pretendon sot i marrë, ku ka një numër të konsiderueshëm të popullsisë ruse, kështu mund të tentoj të manipulojë këto në për këto vende. Por duke qenë shtetë antarë të NATO-s, NATO ka përgjegjësinë në kuadër të Nenit 5, në thirrjet Nenit 5 për t'ju përgjigjur e gjitha si organizatë tashmë. Kështu që Rusia e ndjen këtë. Por ama nga ana tjetër kemi padur një Amerikë dhe një president i cili i ka thënë Europës se kemi një lloj divorci të vogël, ose në këtë çiftin që ne kemi do jemi pak individualist. Unë do mendoj për veten time, ti do mendosh për veten tënde. Tani pa çka se është një NATO, pa çka se është ajo aleanca e madhe që ne pretendojmë që do mbrojmë njëri tjetrin, po flas për te kësaj. Duket raportet SBA-Europë nuk do mbështeten më siç kanë qenë mbështet deri tani tek vlerat e përbashkëta, demokracia, liri drejtat njerëzit e tjerë. Tashmë Trumpi ka edhe në strategjinë e tij të sigurisë kombëtare, që është një dokument i kryesor politik dhe strategjik për politikat e sigurisë të Amerikës për vitet e ardhshme, pak a shumë ka konceptin e një marrëveshje transaksionale. Pra duhet të paguash, ai ka thënë edhe pa diplomaci fare, domethënë, duhet të paguani që t'ju mbrojmë. Tashmë nuk ka mbrojtje pa pagesë, domethënë. Dhe në këtë kuadër kjo është ana strategjike e Washingtonit. Por desha të them që në Washingtoni krahas kohët e fundit krahas strategjisë së sigurisë kombëtare, po harton një dokument vjetor tjetër. Ky dokument quhet Ligji për autorizimin e mbrojtjes kombëtare. Ky ligj, pra ky është një dokument juridik operacional dhe ky dokument në një farë mënyrë tregon dhe është del ligj nga Kongresi dhe në bazë të këtij dokumenti, domethënë, po ta lexosh këtë dokument në raport me strategjinë bie që të kesh më pak frikë tashmë, sepse në këtë dokument Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk heqin dorë nga Europa, nuk heqin dorë nga Ballkani. Gjithsesi, kjo do duket ke dokumenti i vitit tjetër, sepse ky dokument parashikon edhe shpenzimet ushtarake. Për këtë vit, me sa duket që do mbuloj 2026, këto shpenzime janë të llogaritura mirë, duket llogaritë edhe kërcënimet edhe po e themi edhe mbështetje amerikane ndaj Europës, ndaj Ballkanit. Kjo do duket për këtë dokument kur të hartohet ky ligj për vitin 2027, do duket a ka pasqyruar plotësisht politikën e re të Trumpit, por vitin tjetër ka zgjedhje të gjysmë mandati, ato që quhen dhe mund të ndryshojnë raportet edhe në Kongres. Domethënë edhe nuk do ketë, nëse ndryshojnë në favor të opozitës, nuk do ketë kaq autoritet, pra ligji do të jetë mund ta eklipsojë pak strategjinë. Kam një pyetje, duke qenë se u komentua dhe edhe u trompetua nga vetë presidenti Trump që do të ishte ai që do të zgjidhte situatën e konfliktit me Rusinë. Shiko, dua të të pyes tashmë
Sa kohë ka për vërtet për ta? Mund të arrihet një gjë e tillë? Ai që tha fillimisht tash do të kemi parasysh Apo është më shumë një lojë pak PR-i. Trumpi në kuadrin e fushatës së tij elektorale premtoi për 24 orë, po askush nuk e ka besuar që Trumpi bile rusët buzëqeshin kur ai thoshte do ta zgjidh për 24 orë. Ai mendonte nga raportet që kishte me Putinin në atë kohë dhe në këtë kohë që ka mendonte se do ta zgjidhte këtë problem, por nuk zgjidhet. Kjo vajten 4 vjet, pra lufta në Rusi filloi dhe Putini filloi për ta fituar për 2 javë, ndërkohë po shkon 4 vjet dhe Rusia nuk ka kaluar pa pasoja. Dhe këtu doja që ndalesh apo do të pyesja pas. Absolutisht nuk ka kaluar pa pasoja. Rreth 20% e kapaciteteve përpunuese të naftës e të gazit e tjerë të rafinerive janë dëmtuar, janë shkatruar nga sulmet e Ukrainës. Ukraina ka qenë vërtet askush nuk e mendonte, as Evropa nuk mendonte këtë rezistencë që mund të bënte Ukraina. Nuk e mendonte. Keni parasysh ato ditë para të sulmit, Europa i ofroi azil pra qeverisë Zelenski. Por Zelenski u treguar burr, i tha unë do të luftoj këtu ku jam dhe gjithçka ndryshoi raportet pasaj në fushën e betejës. Dhe sot jemi 4 vjet më pas dhe nuk është se kanë bërë parim të madh, ata kanë hes me metra, domethënë kanë marrë edhe disa kilometra katror, por për sipërfaqen e Ukrainës ato normalisht që janë të ngjeshur, është pjesë e territorit të Ukrainës. Dhe sidomos pjesa që ka marrë që është një element. Patjetër, pjesa është një pjesë që ka edhe kanë avantazhet se është rusisht folse, domethënë ata ndjejnë veten se janë rus. Tashmë Putini hyri dhe ka ngecur aty, pavarësisht se ai tërmeton përpara popullsisë të vendit dhe vetë që ai po e realizon atë planin. Pra është pak e vështirë. Ka qenë PR dhe është e vështirë që Trump ta. Është shumë e vështirë dhe por rusët kanë një taktikë negocimi dhe pranej edhe bisedimet e fundit, domethënë ata po përpiqen domethënë që të fusin pyka, të përçajnë Europën me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra thonë që Trumpi është shumë i gatshëm për të zhvilluar bisedime të tjera, ndërkohë që liderët evropianë thotë janë ata që po e sabotojnë këtë. Pra përpiqen të krijojnë një çarë, por samiti i fundit, samiti ku liderët kryesorë evropianë bashkë me delegacionin amerikan dhe delegacionin ukrainës që u takuan ditën e hënë dhe zhvilluan bisedime në Berlin, ato bisedime ishin frutdhënëse, por unë kam pak besim që Rusia nëpërmjet bisedimeve do ulet në tavolinën do pranojë një plan paqe. Nuk e beson që mund të jetë një tjetër. Nuk e besoj sepse do t'i duhet Rusisë të japi më saktë Putinit, udhëheqësit atyre do t'japi llogari për 1 milion e sa të vrarë dhe të dëmtuar në luftë. Pra që filloi për 2 javë dhe vazhdoi 4 vjet. Pra ai do përpiqet të bëjë çmos që të arrijë një ndryshim pushteti në Ukrainë. Pra, jo vetëm të fitojë atë pjesë që fiton, por të ketë edhe një qeveri tjetër që të jetë një qeveri që minimalisht mos jetë kaq pro-perëndimore, se për të qenë pro-ruse do i qiko ajo, do të vazhdoj disa raunde zgjedhjes. Këtyre pak në një farë mënyrë ke parasysh edhe Trumpi edhe Putini e vunë në dilemë legitimitetin e Zelenskit. Jo kanë kaluar fatet zgjedhore, kur ai tha që shiko, unë jam gati të hyj në zgjedhje. Tashmë këta rusët po e quajnë këtë që kjo është një lojë e Zelenskit, sepse kërkon që të ketë prezencë ndërkombëtare për të garantuar zgjedhjet dhe kërkon një farë pushimi në mënyrë që pra të fitojë kohë për të riarmatosur. Pra, kur nuk e kërkon zgjedhjet e vun në dyshim legitimitetin e tij. Tashmë që kërkon zgjedhjet ata nxjerrin pretendime tjetara. Kjo tregon në një farë forme që është thjesht një lojë, ndoshta më shumë. Po, lojë, domethënë jo, duhet të kuptoj edhe diçka. Sa është dobësuar Rusia në këto 4 vite tashmë që nuk është fare në raportet mira me asnjë dhe është një luftë në raportet ndërkombëtare është dobësuar shumë. Në raportet ndërkombëtare ke parasysh Rusia ka qenë një vend që ka qenë antar i G7-s, që ishte G8 në atë kohë, pra ka pas raporte ndërkombëtare, ka qenë vlerësuar. Me atë që bëri, ajo është përjashtuar nga shumë institucione, ka një krizë besimi që nuk diskutohet, tjetër ka një embargo të padiskutueshme nga Europa perëndimore, të gjitha këto janë humbje të mëdha për Rusinë. Gjithsesi ata menduan që do t'i realizonin në kohë reale dhe nuk mendonin që perëndimi në një farë mënyrë do të ishte kaq i lidhur me Ukrainën. Pra, sepse në një farë mënyrë ai kishte arritur të nënshkruante disa marrëveshje dhe kishte shkelur, duke filluar nga ajo e 94-s e Budapestit për çarmatimin bërthamor të Ukrainës, të cilë një nga 3 garantuesit ishte Rusia. Ishin Shtetet Bashkuara dhe Britania. Rusia e shkeli këtë. Pse? Se kjo marrëveshje nuk kishte
garant sigurie, duhet mekanizma kontrolli. Nëse bën marrëveshje dhe nuk ka mekanizma kontrolli, kjo pastaj të lënë shumë rusët këtë kërkojnë. Prandaj ata tashmë thonë kur Zelenski kërkon mekanizma për kontrollin e armëpushimit, nëse do vendoset armëpushimi, ata nuk pranojnë. Kur këta kërkojnë garanci sigurie të modelit të nenit 5 që po mendohet që po i afron Trumpi, megjithatë gjë të shkruar nuk ka deri tashmë, po flitet për planin 20 pikësh, po diskutohet shumë për këtë, por askush nuk ka realizuar cilat janë këto 20 pika. Është folur më shumë çka ka rrjedhur informacion duke bërë analiza dhe analistët me këto janë kap. Analizat e cilat janë shkojnë deri në nivelin atij informacioni që kanë në dispozicion për ta zgjidhur. Kështu që Putini do të detyrohet vetëm nëse detyrohet të ulet në tavolinë e bisedime dhe të pranojë armëpushim. Dhe detyrimi i tij është vazhdimi i sanksioneve ekonomike, pra vetëm nëse presidenti Trump i rikthehet sanksionet ekonomike, ja do të jemi ne, edhe nëse mas samitit të Berlinit, besoj se delegacioni amerikan do shkojë përsëri, ose do takohet në event të tretë me delegacionin rus. Përse rusët tashmë mendojnë që mbas Berlinit të ketë një takim të tretë. Do vazhdojnë ato, do vazhdojnë bisedimet, por jam i sigurt që rusët tashmë këtë tërheqje të Ukrainës nga antarësimi i NATO-s, sepse efektivisht është tërhequr. Bile nëse deri dje Ukraina thoshte që nuk diskutonte fare çështjen e territorit. Tashmë nga çështja që nuk ishte në rendite, tashmë është një çështje që edhe mund diskutohet, por kërkon garanci të mëdha sigurie. Pra, duket që edhe Ukraina është më fleksibël tashmë. Dhe duke parë këtë pozicion të Ukrainës, ata gjithmonë do të vazhdojnë të rrisin kërkesat e tyre, dhe pse synimi i tyre është se ata duke menduar që janë në kushte duke fituar, ata mund ta detyrojnë të kapitulojë. Por do ishin më dakord sepse ti kërkosh ti Ukrainës territore të cilët nuk po arrin dot t'i pushtosh. Nuk po arrin dot t'i pushtosh, ti kërkosh në tavolinë, edhe kjo është pak si nonsens, domethënë. Edhe për ne Ukraina këtë pikë, pra e qunë të panegocueshme deri tashmë, do mendohet se si nuk po diskutohet se pjesën tjetër de jure de facto e ka, jo de jure, se de jure nuk do ta pranojë asnjëherë Ukraina që do t'i falë ato territore, por bëhet fjalë për pjesën që kjo pjesë që Ukraina e kontrollon dhe Rusia e kërkon për pjesën e Donbasit që nuk e ka pushtuar dot, kjo të kthehet në një zonë neutrale. Pra ideja është të kthehet në një zonë neutrale me një mbikëqyrje ndërkombëtare dhe më pas të diskutohen statusi. Edhe megjithatë jam i sigurt që nuk besoj, pavarësisht shpresës madhe perëndimore për edhe të Trumpit për të arritur një farë armëpushimi për Krishtlindje, më duket pak e mundur. Mirë, ajo do të ishte dhuratë e madhe e Krishtlindjes. Faleminderit, kënaqësi që të pata. Faleminderit. Shala, bëm një bisedë në lidhje me gjeopolitikën.